Këtu e dëshmorëve Jub Kabashin, i cili në evokoi ca kujtime ato ditë shtira marsi, ku në këtë vend u zhvillu një ndër betejat më të forta të ushtrisë shqiptare të Kosovës, për lirinë e Kosovës. Tani kam dyrën të ftoj vllahun e dëshmorit kombit Rifat Dina, aktivistin e madh të palosshëm të çështjes kombëtare shqiptare dhe bashkëpjesëmarrës i luftrave, po thon vetëm UÇK-s, bashkëpjesëmarrë të gjitha luftrat për çlimin e trojës shqiptare, komandant Miqe, nëse mund ta shoh. Edhe unë e mora më dhanë fjallën farinderes, që do t'jeve koj disa fjallë, se kam qenë pjesë marsi i qëti vendi në kohën e luftës. Gjysore më si kanë ra, kam rrë edhe unë shtu. Ne kem pas shumë shtirë, se ishte një forcë shumë e madhe e Serbisë, mi po me gjata i dullum s'kej. Qaj murin të vërdelan poshtë, i atjet, i rëkon të vendosën minahesat, që nuk në nishin vendin. Këtu në këtë vend, këtu jem konë, ka qenë Legji, Regja, e Jupi, kënë qenë disa këtu që kemë marrë pjesë, edhe kur se është plagosë edhe Homs Kryesiu qëtu, është plagosë Romë. Edhe ne vime marrim Homsën gjallë, po ishte shumë i Romë, i plagosën. Kurse këta ishin të vdekun, thuja se Shepkiu ishte i vdekun, e në veri ka vdek mas i ditë e dy. Nuk ka mund me qëndru plagëve të randa dhe ishte. Kështu që ju familjarë të tyne, dëshmorët që tizë dhe të në verit, bëhën të fort, e i pa që djemenipa, o rritshin me lirit plot, shpresojmë se mo nuk ka me ndodhë mo kjo, që ka ndodhë i tash, që ka në ndodhë e ne vujtëm, se ishke dikush pa tjetër të avun këtë eksot keq që ishte nga poshtusi shumë shekullor që ishte, edhe ishte i fort, i pa barabart, mirë po ja dullum, që ishte vullneti madh i UÇK-s, ishte vullneti madh për të fliju, ja më fliju, ja me shqiru këtë vend, ja mësë me mbet gjallas në. Kështu ishte mendimi i ushtarëve të UÇK-s. Ja që ja dullën në skej. Tash nuk du ma tepër që thëmë, po jo familje dëshmorë, jo rojnë sukses në jetë familje të rritë fëmijët e u plakshin në lirit plot, po edhe familjet e tjerëve që janë të plagosën e si Hamza, të tjerë me rënd, po edhe ushtarët të UÇK-s që falenderoj gjithë pjesëmarrësit që keni marrë. Ju falenderoj.